Lirimi i hapësirave publike nga ndërtimet e paligjshme vijon në të gjithë vendin, ndërkohë që deri më tani nga vetë qytetarët janë raportuar 13.770 raste në portalin Hapësira ime publike. Këto ndërhyrje i paraprin zbatimit të programit Rilindja Urbane 2.0, e cila synon të kthejë ligjshmëri në territor, duke sjellë zhvillim për komunitetin. Kreu i qeverisë në rrjetet sociale ndan pabi nga këtë ndërhyrje në kryeqytet, ku po vijon çlirimi i hapësirave publike. E konceptuar si një ndërhyrje sistematike në terren dhe jo si një aksion i përkohshëm. Kjo nismë, e cila ka nisur zbatimin nga muaji korrik, po vijon me prioritet në të gjithë territorin e vendit. Qeveria shqiptare ka shpërsuar masat për forcimin e kontrollit mbi territorin, mbrojtjen e hapësirave publike, zbatimin cilësor të lejeve të ndërtimit, ndëshkimin e ndërtuesve që i shkelin ato. Për goditjen e fenomenit të ndërtimeve pa leje, në kodin e ri penal parashikohen ndëshkime më të ashpra. Një tjetër mekanizëm që do të jetë në funksion të subjekteve private do të jetë rregulloria e re kombëtare, ku do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojnë bizneset. Deri sot në portalin Hapësira ime publike, ku qytetarët mund të denoncojnë shkeljet, janë raportuar 13.770 raste, nga të cilat janë zgjidhur 10.277 raste, ndërsa 3.493 të tjera janë aktualisht në proces shqyrtimi.